Një lëvizje e pazakont e Nigel Farage ka trazuar politikën britanike. Lideri i Reform UK ka dhënë dorëheqjen nga mandati si deputeti i zonës së Clactonit dhe ka kërkuar zhvillimin e një zgjedhjeje të re, duke deklaruar se dëshiron qytetarët të vendosin vetë nëse ai meriton të vazhdojë detyrën. Farage tha se nuk ka bërë asgjë të paligjshme dhe se votuesit duhet të jenë gjykatësit e vetëm të veprimeve të tij. Dorëheqja vjen ndërsa ai është nën hetim për një dhuratë me vlerë 5 milion poundësh të marrë nga një miliarder i kriptomonedhave. Farage pretendon se dhurata është marrë përpara se të bëhej deputet dhe për këtë arsye nuk duhet të jetë objekt hetimi. Vendimi ka shkaktuar reagime të ndryshme mes banorëve të Clactonit. Disa e konsiderojnë të panevojshëm zhvillimin e një zgjedhjeje të re, duke e cilësuar si humbje kohe dhe parash. Ndërsa të tjerë shprehen se Farage po trajtohet padrejtësisht dhe se meriton të marrë sërish besimin e qytetarëve. Në garë, deri tani, kandidati më i njohur përballë Farage është Count Binface, një personazh satirik i interpretuar nga një komedian britanik, i cili prej vitesh kandidon në zgjedhje me mesazhe humoristike dhe ironike. Ai u bëri thirrje qytetarëve të dalin në votime, duke shfrytzuar rastin për të tallur klasën politike. Sipas analistëve, Farage po përpiqet ta paraqesë këtë zgjedhje si një përballje mes qytetarëve të zakonshëm dhe establishmentit politik, duke argumentuar se hetimi ndaj tij është i motivuar politikisht. Rezultati i votimit pritet të shihet si një test i rëndësishëm për popularitetin e Farage dhe për ndikimin që çështjet ligjore mund të kenë në karrierën e një prej figurave më të debatueshme të politikës britanike.